Qartë. Ben, ishte shumë i qartë zoti Mehmeti në këtë qasje, po unë doja të kaloja tek një element që ai e preku, qasjen ndaj Kosovës. Sigurisht ka bërë përshtypje fakti që komuna e Zetës, e drejtuar ose më saktë Këshilli Komunal i Zetës, që i përket në shumicë partisë Milan Kneževićit, Partia Demokratike e Popullit, doli me deklaratën politike, miratoi tërheqja e njohjes së Kosovës. Por, doja të ndaja me ty, si thuash, deklaratën e zotit Knežević, i cili thot, do të ashtrim edhe në komunat të tjera të cilët drejtohen me shumicë pro-serbe, pro-ruse, pastaj partia e tij do të propozoj një rezolut në parlament dhe do të kërkoj që qeveria të rishqyrtoj tërheqjen e njohjes së Kosovës. Madje ai është shprehur që ne do të bëjmë trysni ndaj elitës politike në qeveri që ata ta tërheqin këtë lëvizje. Ndërkohë që Mali i Zi e përmendi zoti Mehmeti është relativisht afër integrimit në Bashkimin Evropian, janë këto rryma kaq të forta që bëjnë 180 gradë të kundërtën e asaj që i duhet Malit Zi dhe që do Bashkimi Evropian për ta. Si e sheh këtë presion të këtyre forcave të tilla? Arrit kuptoj diçka. Sa më afër në Ballkan është rruga e suksesit, aq më të afër ta bëhen rrugët për ta penguar një vend. Në këtë rast, ne dim që akti për abrogimin e njohjes së një vendi tjetër kalon nëpërmjet parlamentit. Ne dim që partitë pro-serbe në Malin e Zi kanë fuqi, por një akt i prodhuar nga parlamenti sjell pasoja të mëpastajshme. Dhe pasojat, ju e thatë shumë mirë, e para lidhet me integrimin evropian, e dyta me vetë mbijetesën e Malit të Zi. Dhe këto akte janë më shumë akte lokale, paçka se Zeta ka një emër të madh historik, kuptohet në Ballkan, se do na qeshi dikush që dëgjon në Europë, po në Ballkan vërtet Zeta ka emër të madh, por është e pafuqishme që të shtrihet në hapësira të tjera, sepse shqiptarët duan apo nuk duan një pjesë e njerëzve që janë në Malin e Zi, janë shumë pro identitetit malazez. Dhe ju e dini që identiteti malazez tash gjendet përballë agresionit shumë të madh të kishës serbe. Do ta diskutojmë në si element tjetër, por pikërisht këtë doja. Unë besoj që akti juridik konstitucional për të mos njohur një vend do gati fuqi shumë të madhe. Por a janë shqetësuese Ben? Jo, shqetësuese është si mentalitet, por kur kujton që çfarë po thon tani serbët me malazezët për njëri tjetrin, kjo mund kalohet pak sinjal, keni shumë të drejtë që po e ngrini në emisionin tuaj, por nuk duhet dhënë rëndësia e dur, përveç se Malit të Zi nga autoritetet shqiptare duhet t'i kujtohet shpesh ky moment. Ne nuk kemi mundësi se si mund ta penalizojmë, sepse minoriteti malazez në Shqipëri është jashtëzakonisht i vogël, por kemi mundësi për rrugën evropiane që vërtet të krijojmë pengesa për Malin e Zi, sepse të kesh fqinjin jugor problematik, unë besoj që nuk është e lehtë, por lider të tillë po japin mesazhe në Bashkimin Evropian që të paktën një pjesë e kapitujve që kanë mbyllur Mali i Zi janë problematik, sidomos ato që lidhen me bazat e shtetit, sepse një akt i tillë vërtet lidhet me pushtetin lokal, por gjithsesi tregon edhe formëturën e shtetit të Malit të Zi. Unë mendoj që është shqetësues, e ngrini shumë mirë si problem, por nuk besoj që mund të shtrihet më. Qartë. Doja ta